Partia Demokratike Dega Vlorë ka akuzuar bashkinë e këtij qyteti se po fshe listat zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme vendore. Sekretari organizativ i PD-s, Gens Panozaçi, tha se nuk do të lejohet asnjë manipulim dhe se Partia Demokratike e Degës Vlorë ju bën thirrje të gjithë qytetarëve që të gjejnë emrat e tyre. Ne kemi bërë një kërkesë pranë Bashkisë së Vlorës dhe nuk kemi marrë përgjigje, nuk i kemi marrë akoma listat e printuara sipas detyrimeve që përcaktohen në nenin 57. Detyrimi kohor është për 3 ditë, ne nuk i kemi marrë akoma këto lista. Detyrimi tjetër i paplotësuar nga Bashkia e Vlorës, ndërkohë që janë duke skaduar afatet, është fakti që detyrimi i bashkisë është njoftimi i qytetarëve në çdo shtëpi për qendrën e tyre të votimit. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Bashkisë së Vlorës nëpërmjet shefit të kabinetit Arben Beqiraj, i cili ka deklaruar se eksponentë të PD-s në Vlorë po përpiqen të intensifikojnë aksionin e tyre politik, duke ecur në rrugën tashmë të njohur të përballtjes së institucioneve vendore, të drejtuara nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste, duke identifikuar këto institucione me vetë Partinë Socialiste. Përmes kësaj tynaje, e cila nuk doli më shumë se sa nga hapësira e vetë se listë Partisë Demokratike, nga e cila ta bënin deklaratat, synoi të goditej administrata e Bashkisë Vlorë. Krerët demokratë të Vlorës përgjërohen për zgjedhësit dhe për listat paraprake, që sipas tyre, nga ana e Bashkisë Vlorë nuk janë vënë në dispozicion Partisë Demokratike në format të printuar, por vetëm në formatin elektronik. Është për qartëhallin kjo forcë politike, e cila drejton pushtetin qendror, që nuk pas ka fonde për realizimin e printimit të listave paraprake, ndërsa si forcë majoritare në pushtetin qendror duhet të ngrinte zërin përmes përfaqësuesit të saj në institucionet më të larta politike dhe administrative të shtetit për të rritur grandet për Bashkinë Vlorë dhe jo për të penalizuar. Vetëm pak muaj përpara mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme vendore, kanë nisur edhe akuzat ndërmjet dy forcave politike në vend, të cilat akuzojnë palën kundërshtare për ndërhyrjen në listat e zgjedhësve për zgjedhjet vendore të majit.